Goditje në zemër të pushtetit të Vladimir Putin, qofshin ato cisterna nafte, rafineri, general apo simbole të tjera të autoritetit të saj të ri, që reklamon vete si të mpapostur, është shumë e rëndë për Rusin. Për shkallëzim i sulmeve të kryera nga inteligjenca ukrainase, vazhdo të ngrejë nivelin me një sër veprimesh sensacionale, të lëshuara që nga fillimi i negociatave indirekte të paqes mes Moskës dhe Kievit, të ndërmjetësuara nga Shtetet e Bashkuara dhe disa qeveri evropiane. Disa nga këto bastisje, veçanërisht ato që synojnë arin e zi të Kremlinit, duket se janë miratuar nga Shtëpia e Bardhë si një mjet për të ushtruar presion mbi negociatat. Washingtoni megjithatë gjithmonë është distancuar qartë nga ekzekutimet e zyrtarëve dhe ndikuesve nacionalistë rusë, duke filluar me bombardimin vdekjeprurës të Daria Dugina, vajzës së ideologut të imperializmit të ri në gusht 2022. Konkurrenca midis dy shërbimeve të inteligjencës së Ukrainës, GUR dhe SBU, ka qenë gjithmonë e ashpër. Një luftë që kërkon të rrisë prestigjin dhe ndikimin e brendshëm përmes bastisjeve të pamatura. Aktualisht, reputacioni i generalit Kirill Budanov, komandant i akut të 007-ave të forcave të armatosura po rritet në Kiev. Shumë e shohin Budanovin si trashëgimtarin e dukshëm të Andriy Yermak, si njeriu në fort në rrethin e ngushtë të presidentit Zelenski, por janë agjendët e rivalit, Vasil Maliak, i cili mori pjesë për drejt në disa nga takimet diplomatike për të ndaluar konfliktin, ata që po marrin përgjegjësinë për fluksin e fundit të sulmeve në det dhe në tokë. Stili i tyre është jo konvencional dhe i frymëzuar nga modeli izalit. Budanov shfaq në tavolinën e tij librin Rise and Kill First nga Roland Bergman, i cili përshkruan historinë e vrasjeve të synuara të kryera nga shteti hebre. Kjo është e qartë nga komploti përdorur në prill 2023 për të vrarë Vladlen Tatarski, i njohur ndryshe si Maxim Fomin, blogeri që vlerësoi Wagnerin dhe Yevgeni Prigozhin, të lidhur me Kremlinin. Ai u vra nga një bombë fshehur në një statuj sipas imazhit dhe ngjashmërisë së tij, të sjellë në një pub në Shumë Petersburg nga një fans. Ndoshta i pavetëdijshëm për misionin, citon La Repubblica. Budanov është i holl, ka një shikim të mpretë dhe një gjan doktor Saple të spionazhit. Maliak, nga ana tjetër, është tërësisht muskuloz, e quajnë mastifi, si qeni pranë tij në mullirin e pikturuar në Kiev. Fotografia në cilën ai kap fjalë për fjalë nga qafa një nga drejtuesit e tij, të arrestuar për tradhtish e famshme. Ai nuk është intelektual, ai nuk mendon dhe as tungoron. Ai shkon direkt në temë, tha një nga ndihmësit e tij për La Repubblica. Çdo operacion ndjek modele të ndryshme, duke shfrytzuar maksimalisht partnerët e biznesit të pavetëdijshëm, siç janë shoferët rusë të kamionëve të punësuar për të transportuar kontenjer, lot me dron brenda bazave të bombarduesve bërthamor gjatë rrjetit të Merimangës, një nga grabitjet më të bujshme. Në mënyrë të ngjashme SBU kishte arritur që kompanitë Fasat të importonin eksplozive të përdorur në tetor 2022 për të hedhur në erë urën e Kerçit që lidh Rusinë dhe Krimen, infrastrukturën e dëshiruar nga Putini, e cila cimentoi aneksimin e Gadishut të Ukrainës të pushtuar në vitin 2014. Ekziston një besim se që nga viti 2014, spionët e Ukrainës kanë ndërtuar një rrjet kontaktesh midis komuniteteve etnike armiqësore në Moskës dhe kundërshtarëve të Putinit. Ata janë të gatshëm të bëjnë aleancë me djallin, besnik ndaj proverbit të lashtë, armiku tim është miku im.